Si t'ja krijojmë klimën, sigur serbistë që po luan në Luksemburg. Në stadiumin e Luksemburgut, korrekt gjithë, vinë ata lordët me shkop kështu avash, i lejnë qenë gjithë për jashtë të parkuar drejt, edhe vinë dhe tani mirë se erdhët në ndeshin këtu. Po ç'është kjo për ulje? Ku e diun ç'është kjo për ulje? Ha ma thotë më ç'është kjo për ulje. Pse? Kjo më fakt kjo skandal kjo, nëse mbrapa portet, do ketë fëmijë aty zënë shkollas. Pse skandal? Po skandala se unë isha mësuar nga ata tifozat kujqezi që nuk mbaroni ku. Nuk i duam ata se na shajnë nga modra. Nuk i duam ata se shajnë serbët nga modra. Është gjë shumë e keqe. Po ti shash serbët nga modra është e tmerrshme. Edhe nuk lejohet kjo janë të tmerrshme, nuk i pranon FIFA këto gjëra. Nuk i pranon, ë? Rand shumë ofendimi. Çaj ironia, sarkazm fare. Turbi botës së burrë. Ne kemi tifozët, se tani mos mi marr të gjithë, tifozët kujqezi janë ata që përmbledhin ekipin kombëtar, po pastaj grupimet e tifozëve janë pafund nga të gjitha. Po, janë disa. Tani këta në çdo bisedë që është bërë, në çdo dy përfaqësime që bëri Shqipëria Evropian, më shumë se sa për skuadrën, nga më i madhi deri kemi i vogël kanë folur për tifozët. Se realisht në çdo event ndërkombëtar, tifozët shqiptarë më të paqet, më të festivët, nuk krijojnë asnjë problem. Policitë vendase janë të gjitha shumë të kënaqura me tifozëritë shqiptare. Kështu që befas në Tiranë tani hajde t'i qisim për jashtë taburrat se s'na duan tani që t'i krijojmë serbëve një klimë sa më pozitive. Po pse duhet t'ia krijojmë të klimën pozitive? Sepse në fush luhet me 12 veta. 11 janë fush dhe 12 janë këta që janë tifozë rreth. Po pse çat keq e ka? Po qëse stadiumi do jetë zjarr. Po ne qëllimin të fitojmë kemi o burr.